Kur flasim për BE-n, ju lutem keni shumë parasysh faktin që flasim për një organizëm shumë kompleks të funksionimit. Pra, një organizëm që bart me vete akter të cilëve duhet patjetër të merret pajtueshmëria ose pëlqimi për marrjen e këtyre vendimeve. Qoftë për vendosjen e këtyre masave në rastin konkret, po në rastin më të mirë, pra ato që po e presim tash sa kohë edhe kur të njëjtat duhet të hiqen. Në marrjen e këtij vendimi duhet të merret pëlqimi 27 vendeve anëtare. Dhe këtu duhet të kemi parasysh faktin që jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e shohin me simpati dhe admirim Kosovën në përgjithësi dhe procese tjera që lidhen brenda dhe rreth Kosovës në veçantë. Sidoqoftë, mendoj që këto masa janë vendos padrejtësisht. Deklarimi i saj është politik sepse nuk është kjo çështje që është tërësisht në dorën e zojës Kaja Kallas, është në dorën e pëlqimit që duhet të dhënë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, për që gjanë unë dua të besoj që nëse jo në perspektivën shumë të afërt, në perspektivë sa më të shpejtë të mundshme, këto masa duhet dhe besoj shumë që do të hiqen. Gjithsesi që do të ndihmoj, madje jo vetëm mesazhi i zonjës Kallas, po mesazhi i çfarëdo autoriteti dhe dashamirësi të Kosovës, ato janë tashmë të vonuara, sepse vonesat ne nuk i kemi shkaktuar vetëm me çështën e zgjedhjeve. Vonesat e fondit të rritjes vijnë edhe nga viti i kaluar. Prandaj nëse kalojmë 6 mujorin e parë, u mor vesh që flasim për fillimin e përfitimit të tyre ose të dhënies së këtyre granteve tek për vitin e ardhshëm, sepse flasim për procedura shumë të komplikuara dhe burokratike. Sado që provojmë të paraqitemi si demokratik, ne jemi në krizë, madje krizë të thellë politike. Dhe në këtë drejtim mendoj që është momenti i duhur që të mendohet për ndonjë model të qoftë të qeverisjes kalimtare ose të ndonjë qeverie të unitetit kombëtar, sepse pavarësisht se kush do të udhëheq me qeverinë, fundja fundit për ne është absolutisht e parëndësishme. Vendi në momentin e parë të krijimit të qeverisë do të përballet me nevojën e marrjes së vendimeve me peshë dhe përmasa historike. Këtu kam fjalën për themelimin e asociacionit, kam fjalën për epilogun e dialogut Serbi-Kosovë etj. Dhe në këtë drejtim mendoj që është moment i duhur që të themelohet një qeveri e unitetit kombëtar për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve dhe obligimeve që kemi para vetes. Nëse flasim për asociacionin, ne kot mundohemi të fshihemi pas njënit respektivisht subjektit tjetër. Ekskluzivisht të gjitha subjektet kanë dhënë konsentin e tyre, qoftë me marrëveshjen e 2013-s, ose të 15-s, ose këtë të fundit që zoti Kurti e bani në Ohër. Ky pra është i treguar se gjitha subjektet politike kanë dhënë pëlqimin për themelimin e asociacionit dhe kryen obligimeve tona. Tash është momenti i duhur që gjitha partitë të marrin hisën e vet të përgjegjësisë, të kryejnë këto obligime politike dhe juridike ndërkombëtare, të e dërgojnë vendin, pra të anëtarësojnë vendin në Këshillin e Evropës, të japin epilog, të zgjidhin problemin një herë përgjithmonë me Republikën e Serbisë dhe në vitin e ardhshëm ta bartim sërish përgjegjësinë të sovrani.